Gjesti dhe Rozana janë ulur në obor, mes një atmosfere të mbushur me tension të padukshëm, që sa vjen e bëhet më i rëndë. Gjesti, me ton ironik dhe i mbështetur në karrigen e tij, nis të flas me një buzëqeshje që Rozanës i ngjan më shumë tallje se misi. Rozana, ti je shumë e lehtë për t'u lexuar. Çdo lëvizje jote është e parashikueshme. Dhe të them të drejtën, nuk je në nivelin tim në këtë lojë, thot ai, duke ngritur vetullat me nënkuptim. Rozana e humbet qetësinë, fytyra i skuqet dhe duart i dridhen nga nervat. Ajo përpiqet të kundërshtojë, por gjesti nuk ndalet. Zëri i tij bëhet më i ngadalshëm, më i mprejtë. Ti mendon se je e fortë, por e vërteta është që nuk je as afër. Dhe me qëra fjala po luaj me eglin. E kam thënë edhe do e them prapë. Po bëj lojën time. Dhe ti je vetëm një pengesë e vogël në rrugën time. Rozana mbyll syt për një moment, përpiqet të ruajë kontrollin, por nuk ja del, e kap paniku dhe nervozizmi, fillon të flas me vete, duke përsëritur fjalë që nuk kanë kuptim për të tjerët, por për të janë përpjekje për ta bindur veten që është ende në kontroll. Ai s'mund të flas kështu, jo, nuk është normale, ai po luan, jo, nuk e pranoj, murmurit ajo, ndërsa fytyra i shtrembërohet nga shkënjimi. Gjesti e sheh këtë moment si triumf. Ai e vëren se ka arritur ta çojë Rozanën në limitet e durimit të saj dhe me ton edhe më provokues i afrohet pak më shumë. E shikon, Rozana? E humb veten fare. Prandaj nuk je lojtare e fortë. Nuk di të mbash kontrollin, nuk di të luash strategjikisht. Emocionet të tradhtojnë. Të gjitha ata që ndodhen përreth fillojnë të shohin me habi se si situata po degradon. Disa përpiqen të ndërhyjnë, por Rozana ngritet me vrull dhe i drejtohet Gjestit me një shikim të mbushur me përbuzje dhe mëlleth. Ti je një njeri i ftohtë, manipulues dhe i rrezikshëm. Nuk do t'i zgjas shumë loja jote. Por Gjesti buzëqesh, si gjithmonë i bindur se çdo lëvizje e tij është nën kontroll. Do ta shohim, Rozana. Por deri atëherë mirë se erdhe në spektakël. Atmosfera mbushet me tension dhe heshtje. Loja sapo ka marrë një kthes të fortë.